Tregu është i vështirë. Është shumë i kam mbaruar vështirë. për gjithë teatri, prandaj dhe po të... Po, dhe je duke dhënë një emision, po, je duke dhënë një emision, je në televizion. Të njëjtën, po, të njëjtën që kam bërë dhe unë. Është i vështirë tregu, sepse po ta mendosh, kjo i përket një bisede tjetër, por çdo vit diplomohen 9 deri në 10 ose 12 regjizor. Ku do shkojnë? Çfarë do bëjnë? Skena janë pak, mundësi janë pak. Pasioni, po, pasioni shumë i madh, por lihet si dytësore, për shembull, me dhënë një shfaqje në vit, sa për atë pasionin e hershëm që ke pasur, ose sa për të shfryrë atë dëshirën e teatrit. Megjithatë, unë mendoj që ti nga formimi artistik, i ke për mendimin tim të gjitha ato që i duhen një regjizori shumë të mirë. Pra, aftësitë aktoriale, që sigurisht të ndihmon në marrëdhëniet me aktorët, muzikore, që sigurisht të ndihmon shumë me performancën apo gjithë shka që mund të lidhi një shfaqje, dhe... Formimin. Të gjitha bashkë këto do kishim bërë një regjizor me shumë, po themi, qasje të mirë përsa i përket... Me gjitha dhe e përdore i gjinë për shumë në videoklipet e tua, në gjëra që pra e vënë, nuk është se e lekë të gjithë të tjerve në do. Por edhe muzikën e kam bajtur gjithmonë që të ecin të dyja njëkohësisht, dhe do më thënë, nuk është se ditë them vështirësi ka pasur, se tregu është i vogël gjithmonë, por që jam përpjekur gjithmonë që t'i mbaj të dyja njëkohësisht edhe nuk më është dashur të bënë një kompromis shumë të madh me... Sepse muzika gjithmonë të ka plotësuar atë gjë që mund të ishte financiarisht të gjë që të kërkon. Edhe nuk është se kam pasur shumë domethënë të nevojshme që të bëj kompromiset më dha. Por aty këtu normalisht që ka kompromise. Që njeriu duhet t'i bëj. Si gjithë, po. Po megjithatë gjithë ky angazhim, muzika, po themi eventet, aktivitetet, ndonjëherë mund të qellojnë dhe shfaqjet në njëjtë kohë. Si e del ti menaxhosh gjitha? E di çka qenë e bukur. Kujt i vjedh kohë në këtë kohë? E di çka qenë e bukur, kam pasur një shfaqje me Arieta Dhimën, me ventrilokuisten, e kemi pasur në Shkodër. Dhe pas Shkodrës unë kisha një dasëm në Sarand. Nga Shkodra në Sarand. Ku njëkohësisht xhiroja dhe klipin, edhe kam mbaruar shfaqjen në orën 7, domethënë 7 nisi shfaqjen, 8 e pak kam mbaruar dhe jam nisur për në Sarand, kam mbritur diku nga ora 1 e pak, kam ecur shumë shpejt. Shkova që shkova ndasëm? Shkova, ndetëm deri në orën 6 pastaj.